emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Artan Hoxha është një emër i njohur si gazetar investigativ në Shqipëri dhe në ndryshim nga gjithë ftuarit e tjerë të pjacës për të folur për zhvillimin e qytetit, urbanistikën, arkitekturën, por edhe industrinë e real estate-it, ne sot do ta shikojmë hënën nga ana e kundërt. Nga ajo anë që nuk e kemi parë me ekspertët, por do ta shikojmë me një gazetar investigativ. Artan Hoxha, mirë se erdhe. Përshëndetje Fredi, faleminderit për ftesën, edhe urime për sipërmarrjen e re. Faleminderit shumë. 28 vjet më parë, në verë, si tani, çuditërisht unë kam pritur dhe kam përcjell me qindra, ndoshta mira, njerëz në redaksi ku kam punuar për 30 vjet në media, takimin ton nuk e harroj kurrë. Ka ardhur ke redaksia përballë Petroninit, i veshur sportiv, dhe ishte 97-a, unë isha kryedaktori i gazetës, dhe ti me disa letra në duar, kishe sjell disa shkrime, të cilat me njëherë më bën të kuptoja që kisha përballë një gazetar të ardhshëm të kronikës, ndërkohë që të kisha lexuar vetëm ke gazeta Sporti. Të Sport Expressit, që ishte dhe Neri, Nermin Tola, di se çka hequr për ti zbërthyer se ç'kishe shkruar, por mbaj mend që të nesërmen u botuan lajmet e para dhe atëherë e kisha unë aureolën e gazetarit investigativ, tani e ke ti. Jemi në atë pjesën se kjo kur e tregon ti duket si ngjarje që ka ndodhur dje, po është e shekullit kaluar. Kemi qenë shekulli 20, tani ndodhemi shekulli 21. Jemi në një kohë krejt tjetër, në situatë krejt tjetër, edhe media vetë as nëse kemi menduar në atë kohë që do evoluonte kaq shumë, do shpikeshin këto, do lexohej kaq shumë. Tom mbrollat. Imagjino dhe po të flet një njerëz që ka denoncuar Sky-n, dhe është denoncuar për Sky. Do imagjino tani sa ka evoluar media, por gjithsesi publiku e bën dallimin, publiku e bën kush është media cilësore, kush jep informacion, kush i jep atë për të kaluar kohën. Ka ndryshuar shumë nga ajo kohë, edhe kriteret pra për të bërë gazetar ka ndryshuar shumë, pasioni ka ndryshuar shumë. Sot për shoh që gazetarët më shumë janë duke shfletuar, duke marrë me telefonin. Nuk e di pse kjo gazeteria bio që se dinim që ishte bio në atë kohë, po kjo gazeteria e terrenit, që janë terren. Gazeteria ka ndryshuar shumë, po edhe qyteti ka ndryshuar shumë. Patjetër. Nuk e njohim. Godina, hotele, blloqe pallatësh, blloqe banimi, dyqane, e kështu me radhë, dhe ti duke ditur që ne kemi fokus këtë, çfarë shef një gazetar investigativ që nuk e shohin qytetarët e tjerë në këtë peizazh të ri urban? Shikom. Nuk e kam menduar që Tirana do të ecë kaq shumë. Pra, edhe Shqipëria ka ecë shumë. Flasun nga mikë emigrant që në mars 91-shit pasaj në hap ato nga Mali. Dhe sigurisht kur sot ne ngrejmë pikpyetje mbi sistemin, mbi ekonominë, mbi ata që na qeverisin sot, po kur pa dashur në moment relaksi, rikthehemi në retrospektiv. Dhe sidomos brezëve të ri ju them, e dini si ka qenë 90-a, e dini si ka qenë 95-a, e dini si ka qenë 97-a, kemi ecur shumë shpejt, ma dini kemi djegur etapat. Ajo shpreha që thoshte Enver Hoxha para vitit 90, diktatori, që ne ecim në rrugë pa shkelura, ne ecim në rrugë me shpejtësi, skëterë. Dhe unë mendoj që ne mund të ishim shumë mirë nëse ata që na drejtojnë do jep një kontribut më të madh, do kishin një qasje tjetër. Por nga ana tjetër mendoj që qytetarët vet kanë ecur shumë, janë zhvilluar shumë, iniciativa private ka ecur shumë. Nuk e kam menduar që Tirana do të ishte pra Tirana duket si pak a shumë si zhvillimi i medias që ka ecur kaq. Pra, nëse ti shkëputesh 3 muaj nga media dhe pastaj do të duhet 6 muaj të kapësh ritmin. Dhe Tirana, nëse ti nuk jeton 3 muaj në Tiranë, kur vjen pas 3 muajsh, nuk e njeh qytetin, sa shpejt ka ndryshuar gjërat. Nëse do duhet ta bënim historinë e Shqipërisë pas 90-s, nisur nga pronat,
cilët do ishin kapitujt kryesor të kësaj historie nga 90-ta deri sot? Unë mendoj që zhvillimi, pra atë që po vijoja të thosha, zhvillimi, sidomos gjëja primare për zhvillimin e një vendi nuk është politika, është ekonomia, paraja. Pastaj rrotulla e saj si vend të gjitha. Dhe ne si vend kemi patur disa etapa të cilat kanë lënë gjurmë të thella edhe në shoqëri, edhe në historinë e këtij vendi. Dhe pa diskutim ekonomia ka qenë kryesor. Pra, sot kur shikojmë me ftohtësi, unë me që kam patur pak rastin të flas, të konsumoj disa biseda për një kohë goxha të konsiderueshme me diktatorin e fundit që ishim në Ramiz Alia, mbasi kishte dalë nga burgu, ai dilte pitat kafën e të i vara mëngjes me Sulo Gradecin, meqense isha nga skrapari. Domethënë e përdorja çik këtë rastin. Kisha bërë disa shkrime atëherë, atyre kishin pëlqyer kryesisht për Kosovën faktikisht isha bërë dhe ajo shërbeu si një lloj afrimiteti, plus thash ishte Sulo Gradeci që nga skrapari dhe her pas here atë pyesja dhe që të kuptoja çka kishte ndodhur. Ata kuptonin gjë? Dhe jo, ai thoshte një gjë shumë interesante që ai sistem falimentoi. Pra ekonomia rrëzoi. Ne nuk na rrëzoi tha se ç'a ndodhon, ne na rrëzoi, na shëmbi ekonomia. Pra praktikisht na ishin falimentuar dhe thjesht po kërkonin një rrugë dalje. Kur ndodhi Dykorriku, sepse jemi fiks në momentin e Dykorrikut, pra ambasadë. Pa kur ndodhi Dykorriku dhe u pa që pati një interferencë edhe të huaj, atëherë ata organizuan më vonë anijen e famshme që shkojnë në Bari, anijen Vlora. Pa çoi 60.000 njerëz. Dhe aty perëndimi u tram, thotë. Çfarë mi duke bërë? Pritse. Nga atëherë deri sot e kemi kapur këtë fillin e ekonomisë përmes ndërtimit dhe zhvillimit të përgjithësisë qytetit të vendit. Pra, ai sistem ra nga ekonomia. Ndërhyrja e re që u bën atko, pra qeveria e parë demokratike mas viteve 90, ku e kishin zana fillën, që ishin dhe veprimet e para, bën një reformë ata, nuk bën reformë agrare, pra nuk e quajtën agrare, por ishe një reformë e ribër agrare, e ligji famshëm 7501. 7501 është plak që ne vojmë dhe sot. Në atë mënyrë se si ai dhe besoj do ta vuajmë. Se si ai u ideua dhe si u krijua, por thash kishim shansin më vonë që të pyesim ata që bën ligjin. Më kam pyetur më vonë mbaj mend një bisedë ish kryeministri asaj kohë, zotin Meksi,